Ja ku jemi sërish bashkë, faleminderit juve që gjithmonë jeni me ne, kështu duke na bërë emisionin numër 1 të showbizit në vend. E vazhdojmë tute me rrjedhën e emisionit, rubrika jonë e përjafshme e vërtet e pa vërtet, vjen vazhdim për ju, se kush bën pjesën e të, e ndjekim bashkë tani. Ish të dashurat e Ledrit, shoqe, kjo është plotësisht e vërtet. Përveç ish të dashurit, Dafina dhe Angela ndajnë mes vete edhe rrobat e plazhit, gjithmonë duke u bazuar diku, privej u sjell informacionet e fundit të yjeve shqiptar. Kështu në rrjetin social Instagram, Dafina Zeqiri ka postuar në profilin e saj një foto me bikini në duar dhe një mbishkrem ku falenderon Angelën për dhuratën e bërë. Nga kjo foto kuptojmë që Angela i ka dërguar Dafinës disa balë bikini nga linja e saj. Gëzim Gashi performon për herë të parë në TV4 Sweden. Kjo është plotësisht e vërtet. Para pak kohë, portalet Më Menav në Suedi kishin shkruar për talentin me origjinë nga Kosova Gëzim Gashi, duke thënë se ka një zë shumë të mirë, gjithashtu edhe etik të mirë të punës. Por lajmi i fundit për Gashin ka të bëjë me një performancë më speciale të tij. Gashi për herë të parë ka performuar në televizionin kombëtar suedez, në TV4 Sweden. Kënga që ai performoi ishte kënga e tij e re, të cilën shumë shpejt do ta publikojë edhe me videoklip. Ndërkaq presim të shohim se deri ku do të arrijë talenti kosovar Gashi. That I couldn't resist, just brought you so much pain.